Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi 40 hadithët e Imam Newawiut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdhët hoxhë i nderuar. Mirë se gjetëm. Hoxhë i nderuar, sot do flasim për hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, I cili flet për shpërblimin dhe vlerësimin e Zotit ndaj veprave. E fillojmë së bashku me tekstin e hadithit. Po, siç e thatë edhe ju, hadithin për sot e transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, Zoti qoftë I kënaqur prej tyre, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti Allahu na ka treguar se si ai I vlerëson punët e njerëzve. Nëse njeriu tenton dëshiron për ta bërë një të mirë po nuk arrin dot ta realizojë, Zoti ja shkruan sikur e ka bërë atë mirë, pra e merr sevapin, siç e themi në gjuhën themi islame, sevap shpërblimin të plot. E nëse ai arrin dëshiron ta bëjë një të mirë dhe arrin ta bëjë të ta realizojë, Zoti ja shkruan në 10 sevape, 10 mira, 10 fish shpërblimin, po edhe në më shumë, siç do të vi inshallah kur ta sqarojmë se si Zoti I Madh I shpërblen disa vepra më shumë se sa 10 fish. Dhe nëse njeriu dëshiron apo tenton ta bëjë një të keqe, por nuk e bën atë, Zoti nuk ja shkruan atij mëkat dhe gjuna. Dhe nëse dëshiron apo tenton për ta bërë një të keqe dhe arrin ta realizojë atë, I shkruhet tek Zoti vetëm një e keqe. Hoxhë I nderuar, në lidhje me tekstin e hadithit, domethënë profeti alayhis salam thotë Allahu ka përcaktuar nëse një person mendon një të mirë dhe nuk ka mundësi ta veprojë atë, Allahu ja shkruan një të mirë të vetë. Ndoshta Allahu ka dëshiruar që njerëzit të motivohen të mendojnë dhe ato mirë përveç se të bëjnë vepra të mira. Në këtë fjalë të profetit alayhis salam ka diçka të bukur shumë që është Allahu neve na ka treguar se si I vlerëson veprat e njerëzve. Pra, nuk është enigmatike, as nuk është ekuacion I paditur se si do të jetë në ditën e Kiametit shpërblimi I veprave apo si do të vlerësohen veprat. E para gjë, dhe nga ky hadith ne kuptojmë sa I mëshirshëm është Allahu me robët e tij, saqë I Madhi Zot kur njeriu tenton, dëshiron ta bëjë një të mirë dhe nuk arrin dot ta bëjë, Zoti ja shkruan sikur e ka bërë, apo kur ai dëshiron ta bëjë një të keqe, por nuk e bën, Zoti nuk ja shkruan fare. Madje ka një transmetim tjetër, kur dëshiron ta bëjë një të keqe, por nuk e bën prej frikës ndaj Zotit, pra tërhiqet prej kësaj të keqe, prej frikës ndaj Zotit, Zoti ja shkruan një sevap, pra I shkruhet sikur e ka bërë një të mirë. Le të vim tek fjala e profetit alayhis salam. Njëri I cili dëshiron, ka dëshirë ta bëjë një të mirë. Allahu xhelalu vlerëson niyetin e njeriu, dëshirën e tij. Për këtë arsye kanë thënë, domethënë përpara se të bëhet një vepër, njeriu si fillim e mendon, pastaj e dëshiron, pastaj e vepron. Pra sikur I Madhi Zot neve na edukon nëpërmjet kësaj gjë që ne qëllimin ton duhet ta kemi gjithmonë të mirë, dëshirën ton duhet ta kemi gjithmonë për mirë. Se arrim të realizojmë dëshirat tona apo qëllimet tona, kjo është pjesë tjetër, kjo është gjë tjetër. E rëndësishme është që ne dëshirën ta kemi për të bërë mirë. Për këtë arsye në një hadith tjetër pejgamberi sa më ka thënë, njerëzit tek Zoti janë 4 kategori dhe përmendi 2 kategori që bëjnë të mira, që 2 kategori që bëjnë mirë ose keq dhe 2 të tjera që thjesht dëshirojnë të mirën e grupit të parë ose të keqin e grupit të dytë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek Zoti janë njësoj të gjithë. Pra edhe këta që nuk arrin dot të bëjnë të mira si grupi I parë, po e dëshirojnë një gjë të tillë, shkruan tek Zoti njësoj si ata, po edhe këta të tjerët që nuk arrin dot të bëjnë këqija, po dëshirojnë të bëjnë këqija, janë tek Zoti njësoj. Pra, që do të thotë njeriu duhet ta edukojë veten e tij me dëshirën për mirë. Për këtë arsye thoshte Imam Ahmed ibn Hanbali, biri I tij, djalit I tij Abdullahit, o bir, mundohu që dëshira jote të jetë gjithmonë për mirë, pavarësisht se sa njeriu arrin të realizojë në jetë. Pra, duhet të orientohemi gjithmonë tek pozitivja, gjithmonë tek e mira, gjithmonë tek optimizmi dhe mos ta orientojmë veten tonë tek e keqja pavarësisht se ndoshta na duket vetja larg të keqes. Pse? Sepse duke e orientuar tek e keqja, fillon njeriu mësohet me të, ambientohet me të dhe në momentin më të parë që jepet mundësia e bën. Kështu që na mëson pra Islami ose na mëson ky hadith e pejgamberit alayhis salam që ne vazhdimisht duhet të kemi synim në jetën tonë të mirën. Duhet kemi dëshirat tona duhet të jenë të mira, niyetet tona dhe qëllimet tona duhet të jenë të mira, pavarësisht se sa mund të realizojmë në jetë. Pse? Sepse ne kemi të bëjmë me një Zot që është shumë I mëshirshëm. Në momentin që Allahu sheh zemrën tonë, dëshirën tonë, shpirtin tonë për të bërë mirë, Allahu nuk I kushton asgjë
që robën e tij ta shpërblej për këtë të mirë që ai e dëshiron me të vërtetë, me sinqeritet. Sepse njeriu për shembull mund të mendojë diçka të mirë, por për këtë nuk shpërblehet. Pse thjesht mendon mirë. Për shembull, pa një dietar duke folur për Islamin, sa mirë, se kur tisha dha unë kështu. Nuk më thon. Ama nëse ai me të vërtetë e dëshiron një gjë të tillë, digjet për të nga brenda, Zoti e jep shpërblimin. Do të jap një shembull. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush vdes në shtratin e tij, mirë po dëshira e tij, shpirti i tij është që ai të jetë, le të themi, për dëshmorëve në rrugt të Zotit, Allahu do të japë shpërblimin e dëshmorit edhe nëse vdes në shtratin e shtëpisë tij. Edhe nëse vdes në shtratin e shtëpisë tij. Siç tha ajeti kuranor, ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Kush del nga shtëpia e tij me niyetin që të emigrojë për hatër të Zotit dhe për të qenë në fen që solli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpërblimi i tij ka rënë tek Zoti i gjithësisë. Pra ai e ka marrë shpërblimin tek Zoti. Pra e ka arritur shpërblimin tek Zoti i gjithësisë, apo siç është hadithi i njohur, hadithi i Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, i cili thotë innamal a'malu binniyat, çdo vepër varet nga qëllimi. Pra, kjo është pak më lart kur njeriu e ka kalu këtë fazën për të cilët flitet në këtë hadith. Kemi atë hemmin, iraden, pastaj kemi niyetin, pastaj kemi veprën. Pra kemi le të themi atë mendimin e parë, kemi dëshirën, pastaj vjen niyeti, qëllimi dhe pastaj vjen, do të thonë, vepra ose të bërit e veprës. Në hadith profeti alayhis salatu wasalam përcakton dhe thot nëse nuk ka mundësi. Pra, si ta kuptojmë të fjalën nëse ne ka mundësi, se shumë njerëz mund të mendojnë se bëjnë vepra të mira dhe thjesht duke menduar ju sapo e thatë. Por si ta kuptojnë nëse ai nuk ka mundësi? Domethënë nuk i jepet mundësia për ta bërë këtë vepër të mirë. Për shembull, pra i përpiqet dhe nuk ka mundësi. Ai dëshiron të ndërtojë një xhami. Mirë, po mundësitë e tij ekonomike nuk ja mundsojnë. Në këtë rast ky e merr shpërblimin e plot. Më nëse dikush dëshiron të bëjë një xhami dhe i ka parat aty, thotë asi kur kisha bërë edhe një xhami si filani, të parat i ka, ky nuk e merr shpërblimin. Pikërisht, domethënë profeti alayhis salam pse nis dhe thotë ai ka shpërblim për menimin e mirë, një sevap. Për dëshirën e mirë që pati, për dëshirën e mirë që pati. Ndërkohë, kur ai realizon veprën, e nis nga 10 sevape deri në 700 fish. Domethënë minimumi i shpërblimit që ka Zoti për robën e tij, minimumi, pragu i shpërblimit është 10. Pra 1 me 10. Po kjo mund të jetë edhe 70, kjo mund të jetë edhe 700, po kjo mund të jetë edhe me 1000 fish, po kjo mund të jetë edhe me 1 milion fish, siç ka disa transmetime. Ose për shembull le të themi lutja për besimtarët dhe për besimtarët, thotë pejgamberi sa kushtot këtë lutje, Allahu i jep shpërblim për çdo besimtar dhe besimtar që ka jetuar dhe do të jetojë deri në ditën e Kiametit. Pra, mënyra se si Zoti shpërblen nga më të ndryshmet, mirë po le të themi pragu apo minimumi që Zoti shpërblen një është 1 me 10. Për këtë arsye kanë thënë la yahliku ala Allahi illa halik. Shkon në xhenem vetëm sa që është i mbarum fare. Po pse? Sepse janë mundësitë për ta fituar xhenetin, domethënë shumë të mëdha. Sepse të mira shpërblen 1 me 10, 1 me 700, 1 me 1000, 1 me 1 milion, 1 me miliarda. Një e mirë, shumëzohet kaq shumë, si ka mundësi që njeriu të shkojë në xhenem? Është çuditshme. Ja t'jap një shembull tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, janë 2 punë, nëse njeriu i bën, e ka fituar davan në botën tjetër. Thanë si? Tha po thot mbas namazit, vetëm 10 herë. Ne jemi mësuar duke thënë 33. Ai tha, po thot 10 herë mbas namazit. Subhanallahu. 10 herë, elhamdulillah, 10 herë, Allahu ekber. Tha tek ju shkruhen 150, ndërsa tek Zoti shkruhen 1500. Kuptove? Pra, 3 herë nga 10, 30, 5 namaze, 150. Tek ne 150 herë kemi përmend Zotin. Tek Zoti shkruhet 1500, se shumëzon me 10. Tha dhe para gjumit, nëse njeriu thot 33 herë subhanallah, 33 herë elhamdulillah, 34 herë Allahu ekber, tek ju 100, tek Zoti 1000. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka ndonjë për jush që bën ditë 2500 gjunahe? Që do të thotë, kur ne themi Zoti, kur dëshiron një të mirë, por nuk arrin dot ta shkruaj një sevap, kur e bën një të mirë për ta shkruar 10, kjo një sevap përveç se është mirësi,
Përballë saj fshihet një mëkat dhe një gjuna. Çdo mirësi që bëjmë ne, kjo mirësi e fshin një mëkat dhe një gjuna. Innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika dhikra lidhakirin. Çdo të mirë që ju bëni, me të fshihen të këqijat e juaja. Ky është një përkujtim për përkujtuesit. Po mirë, si ka mundësi, thanë sahabët, që njerëzit kur qeka kaq e mundshme me e fitu xhenetin dhe kaq e lehtë me e fitu xhenetin, pse njerëzit nuk e bëjnë këtë gjë? Pejgamberi i Zotit tha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju vjen shejtani dhe i huton. I ke parë ca njerëz të me të marru namazi. Selam aleikum, ikën vrap. Thua që ky njeri, thua që po s'doli ky në atë moment për jashtë u bën nami. Ndërkohë që ky njeri harron dhe nuk e din se ka me lajke apostafat të krijuara nga Zoti i gjithësisë që i rrin njeriu mbi kokë derisa ai rrin duke përmend Zotin. O Zot fale, o Zot mëshiroje derisa të çohet. Kur vjen vakti i gjumit për shembull, çdo gjë i kujtohet njeriu. Hallet e ditës, problemet e ditës, zënkat e ku dëgjon të gjitha, vetëm me përmend Allahun nuk i kujtohet. Mi po iku dita, 1500 ikën gjatë namazëve, edhe 1000 ikën para gjumit, 2500. E kuptonte që njeriu, domethënë, e ka të pamundur që njeriu të shkojë në xhenem. Logjikisht nuk shkon dot njeriu në xhenem, por njerëzit janë, si më thon, hutohen, angazhohen, merren me gjëra koti. Dhe ky është një shembull për shembull se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e lehtëson aq shumë punën e xhenetit. Siç than hadithin e saktë, tha xheneti është dhe xhenemi janë më afër jush se sa lidhësia e kputucës së tij. Pra aq lehtë ka njeriu me fitu xhenetin, po ashtu edhe xhenemin. Kështu që njeriu të paktën të dëshirojë të mirën. Nëse realizon, mos bëj ti llogaritë e Zotit se si ma shpërbleu Zoti, a me 10, a me 100, apo me 700, apo leja Zotit të shpërblim, nuk ka problem. Ti bëj se Zoti i madh regjistron, ai nuk ta harron. Ndoshta njerëzit kur ti bën mirë ta harrojnë, sepse kjo është natyra e njeriu, domethënë, dhalum, xehul, është natyrën e tij që të harrojë të mirë, po Zoti nuk ta harron të mirën. Si tha atij robit ditën e Kiametit, o me lajket e mia më sillni punët e robit tim, thanë o Zot, për ky s'ka bërë asgjë. Tha ju sillin, çfarë ka ai? Sillin. Thanë o Zot, vetëm la ilaha illallah ka ky. Tha Zoti sillin, e ky që i kishte humbur shpresat dhe po prisë thjesht ta prangoshin me lajket. Tha Zoti, o Zot, tha po çfarë do të më bëj? Tha robi, foli. O Zot, apo çfarë do të më bëj mua kjo la ilaha illallah përballë 99 regjistrave. Tha Zoti, thjesht është drejtësia ime, do të çojmë drejtsinë vend. Ke një të mirë të avën peshore. Kur u vu fjala la ilaha illallah, një kartë, një letër, le të themi ishte ajo. Kur u vun peshore, 99 regjistrat fluturuan. Pra, ne nuk do të bëjmë ne llogaritë e Zotit. Ky hadith domethënë le të themi hap edhe derën e madhe të shpresës njeriu. Sepse ka njerëz që mendojnë po s'na fal Zoti, po ne jemi gjunafçar, po kush jemi ne, edhe kalon në ekstremin tjetër. Jo, jo, Zoti është falës i madh, është mëshirues i madh, dhe ky hadith hap derën e shpresës për besimtarët, që do të thotë të mirat Zoti na shpërblen, po edhe të këqijat Zoti nuk na shkruan, nëse thjesht i dëshirojmë, po edhe nëse arrim të bëjmë të këqijat, atëherë Zoti më nuk na shkruan 10, 100, 200, po Zoti na shkruan vetëm 1. Pra shansi për të fshirë një e keq është shumë më e madhe se sa rreziku i mosfshirjes së saj. Hoxhë i nderuar, a mund të përcaktoj dikush nga besimtarët gabimisht dhe thotë që unë dëshiroj të falem dhe marr shpërblim me që dëshiroj të falem, por ai nuk falet. A është kjo e saktë si mendim i tij? Është i vetmi adhurim në Islam që nuk bie për shkak të pamundësisë. Çdo gjë në Islam mund të bjerë për shkak të pamundësisë. Për shembull, agjërimi, s'ke mundësi ta agjërosh, nuk ka probleme, kompenso. Haxhi, s'ke mundësi të shkosh, pagu dikë bedel. Zekat, s'ke mundësi më dhën, s'ka problem, nuk e ke për obligim. Çfarë dush ti për adhurimeve, kur nuk ke mundësi, nuk ka asnjë lloj problemi. Për shembull, nuk ke mundësi të lexosh Kur'an se ke smundje, ke goja, ke qepur dhëmballën, ke bërë operacion dhëmballë, nuk ka problem. Bie si adhurim, si obligim. Abdesi s'ke mundësi, merr tejemum. Gusli s'ke mundësi, merr tejemum. Namazi nuk bie kurrë për shkak të pamundësisë. Që do të thotë, s'ke mundësi të falësh në këmbë, falu ul. S'ke mundësi të falësh ul, falu shtrinj. Nuk ke mundësi, ku diun, je në avion, falu në avion, je në tren, falu në tren, je në traget, falu në traget. Është i vetmi adhurim që nuk bie, po nuk çohem dot, falu shtrinj. Edhe me sy, nuk lëviz dot, falu me sy. Ora syt nuk i lëviz dot, ama mendjen e kam, thon dietarët, mendoje veten tate sikur je duke nek në këmbë, mendoje veten tënde sikur je duke bërë ruku, mendoje veten tënde sikur je duke bërë sejdë.
Edhe nëse je I lidhur, pra është I vetmi me adhurim që nuk mund bjerë për shkak të pamundësisë. Është ndryshe kur dikush sagjiron dot, sepse është I smur, edhe I thot ka dëshirë në zjarr, thot unë kisha mundësinë do të kisha agjëruar, Allahu do japë shpërblimin, padyshim. Sikur me qenë agjërues. Normalisht ky duhet të bëj shpagimin e agjërimit. Ndërsa për sa I përket namazit nuk mund të thotë njeriu që unë duhet të falem, por s'kam mundësi. Si puna tjetër që tha, unë duhet të falem apo jam punë. Po pastaj se jam punë. Falun punë, kudo që ti jesh falun. Hoxhë nderuar, në fillim të hadithit, profeti alayhis salatu selam thot Allahu shkroi të mira dhe të këqijat ose përcaktoi të mira dhe të këqijat. Shpeshherë ndodh që njerëzit domethënë një të mirë e bëjnë keqe dhe një të keqe e bëjnë të mirë. A është kjo ekskluzivitet vetëm I Zotit, që Zoti I përcakton se kush është të mira dhe ne prej asaj I marrim më vonë? Normalisht që e mira dhe e keqja përcaktohet nga Zoti I gjithësisë. Normalisht njeriu mundet që të kuptojë disa gjëra që janë të këqija dhe pa ditë fe. Siç ka qenë shumë kohën e para islamike, domethënë por zbriti le të themi ajeti kuranor ku I Madhi Zot ju kërkonte le të themi besimtarëve dhe besimtarëve që të ruajnë nderin e tyre. Një grua foli dhe tha pejgamberi I Zotit, po pse gruaja, domethënë gruaja jo robresha mund të bëjë immoralitet? Pra ka mundësi që një femër që nuk është robresh të bëjë immoralitet? Pra në konceptin e tyre ishte që vetëm robreshat janë të pakontrolluara, s'ka gjë që I kontrollon. Po femrat normale nuk mund bien në immoralitet. Pra njerëzit mund të kuptojnë të mirat, disa vija të përgjithshme të mirave dhe të këqijave, por të shpërblimit në formë të detajuar dhe se çfarë është e mirë dhe e keqe, kjo vjen me përcaktim nga Zoti I gjithësisë. Ndodh që me kalimin e kohës të transformohen le të themi ekuilibrat apo etiketimet. Pra diçka që mund të jetë shumë e mirë, njerëzit thonë është gjuna ta bësh, ndërkohë që mund të jetë diçka shumë e dëmshme dhe e keqe dhe njerëzit thonë është sevap ta bësh. Kush është ai I cili përcakton këtë gjë? Zoti I Madh. Pra Kurani ose hadithet e profetit alayhis salatu selam. Pra është Allahu, pra thjesht desha të vërtetoj dhe të plotësoj fjalën tënde, është Allahu dhe I dërguari I Tij Muhamedi alayhis salam, ata të cilët na e kanë përcaktuar se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. Ajo që ne themi se është e mirë dhe e keqe duhet të analizohet në atë që ka thënë Zoti dhe I dërguari I Tij. Nëse është me të vërtetë në përputhje, fjala jonë është okay dhe e pranueshme. Nëse nuk është në përputhje, ne duhet të rriqemi edhe duhet të themi atë që ka thënë. Nëse është diçka që s'ka të bëjë me adhurimin e Zotit, atëherë kthehet në traditat dhe zakonet e njerëzve. Pra le të themi në traditën shqiptare X veprim është I ulët, edhe ne nuk duhet ta bëjmë, pavarësisht se nuk ka argument për të. Në traditën shqiptare le të themi, traditën tonë, kjo gjë është e mirë kur shkohet në shtëpi ulen njerëzit në këtë formë, bëhet qerastja në këtë mënyrë, fillohet me këtë etj. Atëherë ruhen këto tradita dhe nuk ka asnjë lloj problemi, edhe kjo është e mirë dhe me sheriat. El-adatu muhakkama, zakonet dhe traditat merren konsiderat atëherë kur nuk ka argument nga feja e Zotit që ta ndalojë një gjë të tillë. Allahu të shpëlbeft thotë. Amin. Të nderuar të shikues, shkëputim për pak minuta dhe ritakojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Nderuar të shikuesja, kur I takuar në pjesën e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Hoxhë nderuar, lam kjo pjesë e hadithit që nëse robi dëshiron të bëjë një të keqe, Allahu ja dhe e bën atë të keqe, Allahu ja shkruan atij një të keqe. Por në kontrast me atë që Allahu vepronte me robin ose shpërblente me robin kur ai dëshironte një të mirë dhe vepronte të mirë 10 deri në 700 fish, këtu Zoti vetëm një të keqe I shënon ka robit. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon dashurinë që ka Zoti për robën e Tij, mëshirën që ka Zoti për robën e Tij dhe faktin që Islami nuk ka ardhur ta ngërthejë njeriu për mëkatet e për gjunahet e tij. Islami ka ardhur që njeriu ta bëjë të kthjellohet dhe të reflektojë nëse mëkaton, nëse gabon. Pra është normale, po na thot Zoti I Madh, është normale po na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që njeriu të gabojë, sepse njeriu në natyrën e tij është I tillë. Por puna është se si reflekton njeriu mbas gabimit që bën apo mbas të keqes që bën. Kjo e keqe në një transmetim thotë që bëhet një pikë zezë në zemër. Kjo e keqe, domethënë bëhet sebeb që njeriu t'i prishet le të themi qefi apo lumturia. Kjo e keqe bëhet sebeb që njeriu të mbahet peng në botën tjetër. Siç e tham, pra bëhet një pikë zezë në zemër.
kjo e keqe mund të jetë sebeb që njeriu domethënë të vuajë në jetën e varrit. Për këtë arsye i madhi Zot Allahu xhelaluhu të gjitha këto nuk ja don robit të tij. Nuk ja don Allahu të gjitha këto robit të tij. Për këtë arsye Zoti më ka dhënë alternativat të cilat i fshin ose i pastrojnë këto të tjera. Në krye të këtyre alternativave është kërkimi falje, pendimi. Për këtë arsye dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, nëse njeriu e bën një të keqe, meleku ai që shkruan këqijat nuk e shkruan. Pret 6 orë. Ka një transmetim tjetër që i thot meleku i djathtës, pra meleku që shkruan punët e mira, i thot mos e shkruaj derisa të shohim se çfarë do të bëj. Nëse kalojnë 6 orë dhe njeriu nuk pendohet për atë që bëri, atëherë i shkruhet. Po mirë, nëse njeriu pendohet pas 6 orësh, prap i fshihet, sepse ai Zoti më dha fal njeriu kurdo që ta bëj, domethënë pendimin. Pra në krye të fshirjes është pendimi, istighfari. Pastaj vjen çdo e mirë që bën njeriu shërben. Por mund të jenë pastaj edhe le të themi fatkeqësitë që i ndodhin njeriu në jetë, sprovat që i ndodhin njeriu në jetë, po mund të jenë smundjet që njeriu kalon në jetë, po mund të jetë agonia e vdekjes, po mund të jetë mënyra se si del shpirti, po mund të jetë varri dhe jeta e varrit, po mund të jenë sfidat dhe sprovat e ditës gjykimit, po mund të jetë shefaati i pejgamberit alayhis salatu selam, apo shefaati i besimtarëve për njëri tjetrin, apo shefaati me lajkeve, apo vetë falja e Zotit dhe mëshira e tij. E nëse gjitha këto pastaj nuk kanë mjaftuar që njeriu të pastrohet, atëherë ka dy alternativa të fundit. O ta fali Zoti ta çojë në xhenet, edhe pse ka bërë çka ka bërë, ose Zoti do ta nënën në xhenem dhe pastaj do ta fusi në xhenet. Pra ideja është Allahu xhelaluhu i ka dhënë le të themi 8 alternativa njeriu për t'u fal, për t'u mëshiru, për t'u pastruar nga mëkatet dhe gjunat, para se të mbesë dy alternativat e fundit, o falja ose pastrimi në zjarrin e xhenemit. Pastaj tek mëkatet dhe tek të mirat, ka disa të mira që nuk janë si të tjerat. Për shembull, nuk mund krahasohet mirësia e namazit me mirësinë e buzëqeshjes apo me mirësinë e selamit. Nuk mund krahasohet e keqja e le të themi e kamatës me të keqen kur njeriu le të themi përgojon dikë, apo e keqja e imoralitetit me të keqen njeriu që thjesht çaton. Nuk mund të jenë njësoj, pavarësisht të dy janë mëkate, të dyja janë gjuna. Nuk mund të jetë e mira e bërë në vendet e shenjta si një e mirë e bërë jashtë vendeve të shenjta, dhe nuk mund të jetë një e keqe e bërë në vendet e shenjta si një e keqe e bërë jashtë vendeve të shenjta. Nuk mund të jetë një e mirë e bërë në muajt e shenjtë si një e mirë e bërë në muajt jo të shenjtë, apo një e keqe e bërë në muajt e shenjtë si në muajt jo të shenjtë. Pra, domethënë e mira dhe e keqja ka edhe le të themi edhe rrethane të tjera dhe kushte të tjera të cilat e vlerësojnë atë më shumë apo e zhvlerësojnë atë edhe më shumë. Kemi mëkate të mëdha, kemi mëkate të vogla. Dallimi mes tyre është se tek mëkatet të mëdha njeriu patjetër duhet të pendohet specifikisht ose t'i përfshi në mendimin e tij në momentin që pendohet, ndërsa mëkatet e vogla s'ka nevojë të pendohesh, pse abdesi i fshin, namazi i fshin, xhumaja i fshin, agjërimi i Ramazanit i fshin, umrja i fshin, ndërkohë që gjunat e mëdha fshihen vetëm në një formë. O duhet i mendojë njeriu kur bën pendimin, që quhet pendim nasuh që fshin gjithçka, ose duhet që njeriu domethënë të bëjë në një nga veprat le të themi e mëdha të pendohet për to specifikisht, ose haxhi, i cili s'len gjë pastaj, siç thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e bën haxhin ashtu siç ka porositë Zotit xhelaluhu, pa bërë të le të themi asnjë shamat, pa bërë të asnjë vepër të shëmtuar apo shturje, ai kthehet nga haxhi i tij si dita që ka lindur nëna e tij. Si ta kuptojmë besimtarët dallimin midis mëkateve të mëdha dhe mëkateve të vogla? Ka një le të themi përkufizim që dietarët kanë thënë se çfarë quhet mëkati i madh dhe mëkati i vogël ose gjuna e madh dhe gjuna e vogël. Kanë thënë çdo gjuna që është cilësuar nga vetë profeti alayhis salatu selam që ky gjuna është i madh, ai është i madh. Mbaru historia. E dyta, çdo mëkat për cilin ka thënë kush e bën këtë është i mallkuar nga Zoti, quhet mëkat i madh edhe pse nuk është cilësuar si mëkat i madh. Çdo mëkat për cilin është thënë kush e bën këtë futet në zjarr xhenemit kaq vite ose do të vuaj kaq kohë, pra me një përcaktim le të themi specifik, edhe ky quhet mëkat dhe gjuna i madh, dhe çdo gjuna për të cilin ka për të ndëshkim në jetën e kësaj bote në kodin penal të shariatit islamik, edhe ky quhet mëkat i madh. Pra këto katër kritere e bëjnë ose e nxjerrin mëkatin nga një mëkat i vogël në mëkat të madh.
Por shumimi I mëkateve të vogla është barabartë me një mëkat të madh? Mëkatet e vogla janë të rrezikshme, nuk ka dyshim, por premisa që ato të falen janë shumë më të mëdha se sa mëkatet e mëdha. Zoti thotë në Kur'an, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffirankum sayyi'atikum. Nëse largoheni nga mëkatet e mëdha apo nëse I keni vepruar dhe jeni penduar prej tyre, do t'ua falim gjunat e vogla. Pra, premisa për gjunat e vogla është falja. Mirë po, neglizhenca, bërja e tyre pafundësisht, ka një transmetim nga profeti alayhis salam që I krahason me shkarpat. Tha kujdes nga gjunahet edhe nëse janë vogla, sepse janë si puna e shkarpave. Nëse një lugin tha e mbush me shkarpa, e djeg vendin. Pra me kuptimin shkarpa, po ato shkarpat bëjnë namin nëse janë shumë. Pra nuk janë më pak nëse janë shumë. Edhe mëkatet e vogla, domethënë njeriu nuk duhet ta teproj, pra duhet të jetë I kujdesshëm. Pra duhet që njeriu të ketë momente reflektimi. Për këtë arsye thon dietarët, jo më kot abdesi është me ujë. Përveç se ka mirësinë e vet, le të themi shëndetësore, shkencore, të zgjimit të refleksioneve, ai ka dhe gjë tjetër, të zgjon. Zgjon, që ti reflekton, pra është ideja e reflektimit. Për këtë arsye kanë thënë namazi është 5 herë në ditë, se Zoti mund ta kishte bërë edhe kështu. Falesh mëngjesit dhe je në rregull deri në darkët, ose falesh në darkët dhe je në rregull deri në mëngjes. Jo 5 herë, në mënyrë që njeriu të reflektojë. Në mënyrë që njeriu të ketë një moment reflektimi tek Zoti. Reflektoj sa më shpesh. Po. Hoxhë nderuar, le të vim ke pjesa e hadithit që profeti alayhis salam thotë kush pra mendon të bëjë një të keqe, por nuk ka mundësi ose nuk shkon për ta bërë ose ju do ta shpjegoni më mirë, atë I shënohet atit një e mirë. Pra, ne duhet kemi parasysh dy gjëra të rëndësishme në hadith, sepse ka edhe transmetim tjetër që përmenda. Nëse njeriu dëshiron ta bëjë një të keqe po nuk e bën, lind pyetja pse nuk e bëri. E bëri se I bëri gjitha shkaqet për ta bërë dhe nuk I mundsua, nuk e bëri se e la prej frikës ndaj Zotit, apo nuk e bëri se thjesht nuk e bëri, I shkoi në mend po nuk e bëri. I shkoi në mend dhe nuk e bëri, kjo s'ka lidhje me hadithin ton. I shkojnë në mend për ta bërë dhe e la prej frikës ndaj Zotit, kjo është në hadithin ton, që I shkruhet sevap, dhe I shkojnë në mend për ta bërë, po I bëri gjitha sebepet për ta bërë, po nuk e bëri dot, këtu I shkruhet njësoj sikur e ka bërë. Sepse ky njeri I bëri të gjitha shkaqet dhe sebepet për ta realizuar të keqen. Normalisht që nuk është si ai që e bën fiks fare, po nat llum është. Pra një njeri I cili për shembull, le të themi, tentoi të bëjë një vjedhje. Dhe I bëri gjitha sebepet, por nuk arriti ta realizojë. Ky padyshim që është mëkatar dhe I shkruhet, sepse I shkruhet mundi djersa harxhimet që ai mund të ketë bërë, por nuk e realizoi, ose një njeri I cili tentoi të bëjë një immoralitet caktuar, por nuk e realizoi dot. Normalisht gjitha tentativat e tij I shkruhen, pavarësisht se ai nuk realizoi, le të themi, atë me ekstremin e gjës aktin, por I shkruhet mëkati, të gjitha këto atij I shkruhen. Nuk I shkruhet mëkati I moralitetit se me kuptim nuk e bëri atë, por faktikisht atij I shkruhet e keqja që I bëri gjitha tentativat. Pra, në një hadith tjetër thotë fa innama tarakaha min jaraiya, thotë e kalon për hatrin tim. Pra ajo e keqe që njeriu I shkon në mend dhe dëshiron, pastaj e lën për hatër të Zotit. Kemi rastin e 3 delimoshave që I zuri shpella. Njëri prej tyre çfarë tha? Tha, o Allah, o Zoti im, tha, mu dha mundësia për të bërë immoralitet. Dhe ajo vajza tha, friksoj Zotit, mos e bëj një vepër tillë pa bërë nikah, pa u celebruar, pa u martuar tamam, pa u kurorzuar. Aty tha, o Zot, më kujtove ti dhe e lash për hatrin tënd, megjithëse e kishte bërë pagesën. Pra ky e kishte bërë pagesën, ishte gati për të bërë aktin final, e lash tha, o Zot, për hatrin tënd. Prandaj o Zot na ka ngel edhe pak nga hyrja e shpellës, na e çel dhe u çel shpella. E bukur e këtij hadithi, unë doja t'ju bëj një pyetje faktikisht në lidhje me te pjesën e 3 të hadithit. E bukur e hadithit është që në momentin që bëri lutjen, në momentin erdhi dhe përgjigja e lutjes. Po, domethënë për këtë arsye dietarët të hadith në përgjithësi e përmendin te kapitulli I ndërmjetësimit të vësulit me Zotin në gjithësisë, ndërmjetësimit te Allahu me punë të mira. Pra njeriu ndërmjetëson tek Zoti me emrat e tij dhe me atributet e tij, ndërmjetëson tek Zoti I Madh me punët e mira që bën dhe ndërmjetëson tek Allahu xhallal xhelaluhu me lutjen njeriu të mirë, devotshëm,
të përkushtuar, i cili lutet për dikë tjetër, siç ka ardhur shumë transmetime. Ajo që shikohet hoxh në pamjet parë të hadithit është mirësia e madhe e Zotit, domethënë mëshira e madhe, dashuria për njerëzit që të shpërblej sa më shumë. E dyta është ndërgjegjësimi i njeriu që njeriu domethënë të jetë vazhdimisht i motivuar për të bërë mirë dhe nga ana tjetër të jetë i frenuar për mos bërë keq. Do të është pikërisht domethënë kjo gjë e cila synohet tek hadithi? Absolutisht. Synimi i hadithit është motivimi, inkurajimi, nxitja e njerëzve për të qenë gjithmonë tek bota e të mirës edhe nëse nuk e realizojnë dot, dhe largimi nga bota e të keqes se ka mundësi të bien të. Sepse ka të bëjë shumë mënyra se si njeriu e mendon jetën në të mirë dhe padyshim që do t'ia qellojë diku, do t'i mundsohet diku, dhe në momentin që njeriu e lën veten e tij tek bota e të keqes, e zullumit, e padrejtësisë, e pasionit, e epsheve kështu me radhë, normalisht nga momenti në moment do të bjerë diku, domethënë. Për këtë arsye, Islami gjithmonë na orienton tek e mira, dëshira për mirë, dëshira për të bërë mirë, na hap tyret e shpresës tek i madhi Zot, se kemi të bëjmë me një Zot i cili fal, e s'do t'ia di për gjunat e njerëzve. Edhe diçka hoxh për ta përmbyllur ndoshta pyetja e fundit e emisionit. Në Kur'an thuhet që njeriu do ketë llogari, domethënë edhe për atë të cilën ai e shikon, e dëgjon, por edhe mund ta vendosë në zemrën e tij. A hyn kjo pjesë për shembull nëse një person mendon diçka të keqe ose ka të bëjë me çështjet e besimit më shumë, pra nëse i mendon i vjen një dyshim. Qartë. Dhe thjesht e fut të besim, e fut këtë dyshim brenda në zemrën e tij. A hyn kjo pjesë e hadithit që atij i shkruhet një mirë me që ai nuk e veproi, ndërkohë që ra brenda zemrës tij ky lloj dyshimi. Vezveset ose fiksimet e njerëzve në çështjet e besimit nuk merren konsiderat. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat biha nafsuhu ma lam tatakallam wa ta'mal bihi." Allahu, si më thënë, nuk ja shkruan askujt për mëkat, për gjuna, çfarë mendon, derisa nuk bën deklarat apo vepron sipas saj. Kështu që është normale që njeriu t'i vinë ngacmime, fiksime të shejtanit, gjëra që i duket se sa është besimtar, apo le të themi kështu në thonjza po themun, dyshime për sa i përket të gajbit, apo Zotit, apo cilësive të Zotit, apo të melajkeve kështu me radhë. Mirë, por këto janë gjëra që nuk merren as pak në konsiderat, nuk trajtohen fare nga Zoti i gjithësisë. Zoti thotë në Kur'an: "La yukellifullahu nafsan illa wus'aha." Allahu nuk e ngarkon njeriun tej dhe jashtë mundësive të tij. Pra, mendimet që i vijnë njeriu që nuk janë në menaxhimin e tij, nuk merren konsiderat. Nuk merren konsiderat do të thotë nuk shkruhet, nuk ka se njeriu as thotë Zot më fal, se çfarë mendova, çfarë më erdhi në mend. Qëllimi im ishte në momentin që besimtarit i vjen një vezves. Por ky vezves nuk gjelet më vezves, pra ai nuk e lufton vezvesin, siç thon sahabët, domethënë o i dërguari i Zotit, ne na vijnë shumë vezvese, por neve duam të mendojmë sikur të hidhemi nga mali dhe të vritemi nga urrëtia. Po, qartë. Po një besimtar këtë lloj vezvesi e bën pjesë bindjes tij, e bën pjesë të zemrë, i bin zemrë dhe i flej aty dhe domethënë e përpunon atë dhe i ashton dyshimet, i ashton mendimet e këqija. Pikërisht është kjo ajo që domethënë ne po themi. Sahabët çfarë thanë? O pejgamberi i Zotit, na vin disa mendime në kokë, ose në mendje, ose në zemër, që më mirë të kishim vdek se sa të kishim këto mendime. Pra, domethënë, ai dyshimi po i hante nga brenda, ose jo dyshimi, vezvesja, ngacmimi mendor, po i hante, po i brenda nga brenda. Po pejgamberi sa nuk tha luftojeni, nuk tha mundoni ta nxirrni, sepse nuk del dot. Thjesht injoroje. Kjo është zgjidhja profetike. Dhalika sarihul iman. Ky është argument se imani është në kulmin e tij. Pra njeriu nuk duhet bëhet merak se po merret në ca dyshime dhe këtë dyshim nuk po largoj dot akoma në zemër, nuk e largon dot, nuk keti pushtet mbi atë gjë. Thjesht i mund marrësh në informacion mbi fen, mbi këtë gjë se çfarë thotë pejgamberi sa, po prapa aty do të jetë. Sepse po mos ishte që ky mëkat ishte tek ata, ky dyshim, kjo vezvese mos ishte tek ata, po të ishte kështu që e ka lumë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra po ta shohësh atë çfarë thon, o pejgamberi i Zotit, gjejm në veten ton, inna lanjidu fi anfusina, ne gjejm veten ton, pra kishte zënë vend. Gjëra, pra mendime, dyshime, që më mirë të hidhemi nga mali se sa ti mendojmë.
Tha pejgamberi dhalika sarihul iman. Dhalika sarihul iman. Ky është argument se imani është në kulmin e vet. Ose hadithi tjetër çfarë tha? E njëjta ngjarje po transmetim tjetër. Tha elhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila waswasa. Falënderim takon Allahut që kurthet e shejtanit ndaj jush i ka kthyer thjesht në ngasmime mendore. Pra ky është argument se njeriu pothuajse ka fituar betejën me shejtanin dhe se shejtani është duke përdor armën më të fundit që ai ka më të dobët që ai mund të ketë kundër njeriu. Megjithatë shejtani bën atë ngacmimin, sikur si thuhet, domethënë që bën ngacmimin në zemër, po dhe engjëlli e ndihmon besimtarin që ai të motivohet largohet nga ngacmimi. Pastaj është njeriu ai që përzgjedh midis mirës ose të keqes. Për këtë arsye gjithmonë domethënë njeriu për çdo gjë ka dy mendime. Ose ta bësh ose mos ta bëj, i motivuar dhe i demotivuar, i inkurajuar dhe i pa inkurajuar, domethënë. Allah të shpëleft Hoxhë për shpjegimet e bukura. Amin, edhe ju Zoti shpëleft. Të nderuar teleshikues, ishim sot me Hoxhën nderuar Imamin Ahmet Kalajer, i takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.